Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle, do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 14 tetor 2025. Jemi në ditën e Marsit. Kjo ditë do të ndahet në 2 pjesë deri në orën 10:47, hëna do të jetë në zbrasiti, prandaj edhe do të kemi një përqendrim vërtet shumë të ulët. Ndonse e dim shumë mirë se cilat janë përgjegjësitë tona dhe do të duam që t'i përmbajmë atyre, mund ta kemi shumë të vështirë sepse do të jemi shumë impulsiv. Ndjenjat janë shumë të smallëtuara, për këtë arsye mund të reagojmë dhe në mënyrë shumë emocionale. Prandaj edhe gjatë pjesës së parë të ditës, këshilla do të ishte që t'i përmbahemi asaj që dim. Nëse mundohemi që të bëjmë të gjitha gjërat njerësh, mund të krijohet një trysni shumë e madhe brenda nesh, por të këshilloj që të zgjidhnim vetëm ato që kemi të thjeshtë për t'i përballuar. Ndërkohë që pjesa e dytë e ditës, përpas orës 10:47, çdo gjë do të jenë ndryshe. Me kalimin e hënës tek shenja e Luanit, çdo gjë ta shikojmë me më tepër thjeshtësi. Do të jemi më tepër optimist. Kemi një intuit shumë të lartë në këto momente, të cilën do të arrijmë që ta përdorim vërtet shumë mirë. Kjo do të krijojë një balancim dhe një harmoni vërtet shumë të madhe në të gjitha relatat tona. Socializimi do të na bëjë vërtet shumë mirë. Gjatë pjesës së dytë të ditës, marrëdhëniet e çift do të jenë fokusi kryesor. Në këto momente, Venusi është i vendosur tek shenja e Peshores, prandaj të gjitha problemet që mund të kemi pasur deri në këto momente do ta kemi shumë të thjeshtë për t'i tejkaluar. Për më tepër, pjesa e dytë e ditës mund të thotë edhe surprizat të këndshme. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.